Tedi Blushi. Për procedurë, ju lutem. Faleminderit, kryetar. 2 ditë më parë, ende ka mundësi të lutem, kryetar. Ka mundësi se... Zoti Elezi, ju lutem ta lejojmë kolegen të mbaj fjalën. Do është i kryetar kuvendit, caktoi ishte për procedurë apo jo? Është kryetari i kuvendit. Ju lutem. Vijoni zonja Vokshi. Jo, lutem, duhet pak qetësi. Po pra, dakor, qetësi. Për kostumin, tjetri për këtë. Zoti Bari, ju lutem qetësi, dëgjojmë zonjën Vokshi. Faleminderit, kryetar. 2 ditë më parë, ende pa u shpëndar mbledhja e Koelës, Ministri Toni Gogu doli në një konferencë për mediat dhe dha lajmin e mirë që raporti i piketave të ndërmjetme i bar ishte miratuar dhe i kishte kaluar këshillit të ambasadorëve. Madje dhe shpjegoi se çfarë ishte ky këshill. Me thënë, si mundet pa ju dridhur qerpiku, me çfarë pa ftyrësie, ose pa aftësie, ose pa dijenie, ose, mundet një ministër të japi një lajm që s'është i vërtet. Pra të mashtroj publikun. Unë nuk di ta them se me çfarë kurajo mund të dalësh, sepse të paktën 3 vende, dhe ky është një burim i sigurt, të paktën 3 vende anëtare nga 27 kanë pasur probleme me grup kapitullin e parë, ku janë 5 kapituj, të cilat nuk e kanë miratuar, e kanë shtyrë të paktën për të premten. Pra, deri të premten, Ministri Gogu mund kishte pritur për dhënë atë lajmin e mirë që në fakt të gjithë e presim. Ndaj, Ministri Gogu, që shpëndan lajme krejt të pavërteta, për t'i dhënë Edi Ramës një merit që nuk e meriton, pavarësisht se ne si opozit miratuam edhe rezolutën për të shprehur vullnetin ton, si mundet që të mashtroj publikun, të dalit kërkoj falje, dhe thoj që ka qenë lajm i gënjeshtër ai që ai dha gazetarëve, të presi ditën e premte, dhe ditën e premte me shpresë të madhe do miratohet për ta kaluar pastaj tek Këshilli i Ambasadorëve. Pra i kërkoj ministrit të dalit, i kërkoj ndjesë publike. Ministri ka kërkuar fjalën, po ju lutem ju tërheq vëmendjen në bazë rregullores për përdorimin e fjalëve të papërshtatshme dhe jo parlamentare, të cilat po dhe mund t'i them, po mirë është mos i them, për pafytyrësi dhe mashtrim nuk duhet përdoren. Pafytyrësia është një fjalë që s'mund të jetë në fjalorin tonë, nëse bini të gjithë dakord. Po dhe nëse s'bini dakord, keni rënë dakord te kodi i sjelljes. Po, zoti Gogu. I nderuar kryetar